Ora me, pasagjerën gjere mor burë. Si s'pash jerën timon, apo arrova s'di me dhonti, japin tjerët për ty. Masanej firi fiu i qoke venit i apo jo. Ku i ke shokët më ram, ku i ke ata që i veshën timon, ata që i firmos shumë për ty. Mirë 1 Mburg, 2 Mburg, 3 Mburg, 4 Mburg, 5 Mburg, 6 Mburg, po mush 313 me shokët e tu më rame, si i bje kësaj pune. O ti e më buf se bufit, vjedhin shokët më rapa shpine, ose ti e nona kësaj pune, je kreju bandës, rame. Komi porosi, po ta leke qani, to 2 paketat. Qa perle, po porosin për 2 paketat, do t'ja qoj unë? Porosin e ka këtu, nda që ja qo ti, nda që qo njerëz me e marë, se kujt ja qon, e di vetaj. E di vetaj? Di vetaj. Ndërkohë unë thjesht kam... Thuj paketat i ke këtu, 2 paketat, që do i qosh ke veni i ke këtu, thuj. Dhe interesante është që Lulbasha sot zoja zotëri këto paketa që mi jep për t'ja dërzuar, nuk e di se kujt në burgun, në cilin burgun? E di vetaj. E di vetaj, dakor, do më vi mesazh mua, me siguri. E di vetaj. Do vi mesazh. E di vetaj. Ne do e marri vesh edhe publiku, ai e di vetë se ku do. Si ajo, se kjo më kujton atë të këtij, avokatit Sami Tahirit, e mban. Secili rrisku. Visto, 2 paketa për Simon. Urgjent. E mban urgjent, 2 paketa urgjent për Simon. Kur fu Samiri brenda që doli te spaku atje. Dhe bukur është që Luli pas ka zgjedh, se s'kam të drejtë të rregoj tani këto, unë po thjesht sa për ky është lajm, është informacion në fakt. Që pas ka zgjedh paketa DS. Kush është në Durrës? DS është Durrësi. Kush është? Kush nuk është në Durrës? Apo kush do shkoj? Apo kush do shkoj? Pritet gjë Lul, kemi ndonjë informacion? Shofi më qanë. Në Durrës pritet njëri tjetër pas Erion Veliaj? Shofi më bo. Radhe gjatë është bo. Radhe gjatë është. Pra ti kot nuk këtë, diçka di apo jo Luli? Ku marrin vesh gjë nga këto? I di drejtësia këto. Për çka ke filluar ndryshosh dialektin? Ja po flas siç kanë folë që kam qenë i vogël. Vërtet? Po. E ke bërë më të rëndë pak. Vetë pra më ke thonë. Ku je? Ule më Lul më ke thonë. Ule, mos na fol si profesor. Kështu më ke thonë. Po kur të kam thënë këtë? E mban mend? Ka kohë. Para sa kohësh? Po thuaje. Ka një javë. Si javë? Kur të kam thënë këtë? Lulbasha, përgjigju. Kur të kam thënë? E vërtet është që ke shumë kohë që më thu që në 2000 do t'jesh më me i dekompleksuar. Jo i dekompleksuar, do t'jesh më sportiv në këtë. Plaset fabula në ekran, Ledio. Kasheja, po. Por ju që nuk e dini se ka me mira veta që e din, kemi kronologjit të ngjarjes. E vërteta është në fakt që ka qenë Ramsi, Zoti Rama, kryeministri, si doni ju, i cili e ka ftuar në fakt Lulin, pa e ditur që Luli do i përgjigjej, nga një batut që ka bërë nga podcasti i tij. Kjo ka ndodhur disa ditë më parë, sa me data tani jam shumë rënd, po çon si ka. Ledio ka gjithë kronologjinë e ngjarjes, me që kjo është bërë virale gjithandaj në rrjetet sociale dhe janë pafund njerëz që po e shohin. Shikoni me kronologjinë e ngjarjes, Ledio, të lutem plasin njëra pas tjetrës, s'ka nevojë të kemi një nga një, sepse ashtu do të mbasim kohë, të shikojmë vajtja ardhjet, kjo quhet replik, si quhet kjo, i sekond, kjo quhet replik në distancë, me kështu, me, harrova tani lere, më vjen frëngjisht, nuk më vjen shqip, replik distancë, pra këta po bisedojnë në distancë, nuk janë afër, po duke sigur janë afër, duke sigur janë me njëri tjetrin, gjatë gjithë tyre 3-4 ditëve, sa u bën Lul që... 3-4 ditë. Leta shikojmë, por gjithë ju që se keni pranë, do është e ju ka shpëtuar, s'kete pas halle e tjera, ky është momenti shikoni dhe rikthehemi në studion me Lulbashën, me Mentor Beqan, me Ermir Gjinishin dhe me Sebastian Zonga. Do t'ju bësh një torë si Basha në Tiranë shqiptarëve që duan. Nuk e di ku çka ke dash të thuash, por me thënë drejtën një omëlsin kemi pas. Edhe se di, thashti si do bëjmë që ta kemi prapë Lulbashën kemi pas omëlsinë, në tjerët gjithë kështu. Omëlsina jonë ka qenë Lulbasha të gjithëve. Edhe tortën jo rastisht e boni Lulbasha se e keni parasysh ju. Edhe me thënë drejtën, nga të gjitha ato që ka thonë, vetëm i tort ka bërë. Okej, o Lul ku jem ose sa herë më kujtojnë ty, kam një nostalgji, kam një përvëllim, nuk e di. Lul,
Ku je më burr? Florian, në Dalë të pirikave sa u bje, po nuk e di sa është e vërtetë. unë Ku është më? Por ku je më? O Rame, kishe pyet kë o Luli, e? Ja me ku e ke Lulin? Me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet. Sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidatë tjerë. Këtu jemi më Ram. Po ti ku je më Rame? Më kanë thonë je fut me i bodrum. Edhe thret njerëzit ju bërë rreshtore aty. Ku je më Ram? Ja ku e Luli. Po Lalin ku e ke? Po Beni ku e ke? Po Lirin ku e ke? Po Terin? Po Sajan? Ku i ke më Rame? Ec më Ram, dil nga bodrumi. Mos rrini bodrum, pse ke frikë më Rame? Hajde dil në debat tamam, jo të i bo rreshtore farcëve tu. Po mër lull, si mos pës për ty, na thave sytë mërë të një. Po si thanë, vdiq lulli, edhe mu se besova, se e di që ti je i pavdekshëm. Stres zero, gjumi top, 77 po 42 e se lutopi, ku kamër vdekje i t'afrojët ty mër lulli, vetëm kur dole dhe the jam gjallë, ty thash mos, po rren tash. Ja me ku e ke Lulin? Me Oriola Pampurin, me Demokratët e Euroatlantik, në Alidem jemi. Takim për zgjedhjet. Sot kam qenë Shkodër, dje në Tiranë me kandidatë tjerë. Indeze motorët, a? I modhje, po shqyqyr mër lull, shqyqyr dhe bravo Oriolës edhe Euroatlantikve që s'kan lënë vetëm se misioni ytë për të largu mu duhet vazhdoj. Plus që kush vjen me ty fiton, edhe kur hum fiton. Prandaj, forca. Tu jemi më Ram. Po ti ku je më Rame? Aty ku më ke lënë lull. Aty. Si për qadrës tate. Qa kohë ishte, ha? Ti po shme duke këndu hymnin kombëtar dhe unë që punoja lartë me zërin tënë në sfond. Pastaj marrveshja për dalë krah për krah nga qadra me ballin lartë, flokët si gjithmonë pik edhe me atë xhepin tat plot me mesazhet e dokut tënd që të çonte zemra në iPhone. Es më Ram, dil nga bodrumi. Mos rrini bodrum, pse ke frikë më Rame? Po normal o burr, normal jam trem se ti të fitosh pra më lull. Po halal se meriton vetëm bëhu i gjallë më burr. Bëhu i gjallë, mos mundat është ti. Hajde vllai. Forca, Demokratët Euroatlantik. Erdhi dita. Ramaik. O Rame, prap kishe pyet për mu. Në listë hapur jam o Ram, me koalicionin Euroatlantik në Tiranë. Po ti më Ram ku je? Ke thonë që do jesh listë hapur. Sishe, as në Tiranë, as në Shkodër, as në Vlorë, as në Durrës, as në Fier. Ku je fut më Ram? E pikje pasha zotin. Ke gjithë shtetin në dispozicion, edhe prap shkon e futesh në listë mbyllur. Apo ke naj frikë? Se frikat bo keq për gjumin. E diti? E s'mu përgjigje ku i ke shokët. E djetë kongën e unikatilit? Ku të kanë met shokët? Ku i ke më Ram shokët? Ha? Sa bëjnë 77 më Ram? Ha? 313 aty ku ke shokët. Ku i ke më Ram? Ku e ke Lalin? Ku e ke Lir Beqen? Ku e ke Terin? Ku e ke Benin? Amon të më thush. Po Jurgis Qyrbe që duke zemo me goja si herë. Ha? Si ka mundësi? Kishte bë vota me bandat ndurës për ty, e ti as emri nuk ja zengoj. Më Ram qa halësht kam plakos. Të kuptoj që nuk dhe gjumi. Me reqetë se fillimi është. Tjerë zakonshme. Këta ta rrisin pensionin në sy për sy. Sy për sy jam dhe i gëzuar sot se jam rivën në kontakt me Lulin edhe në bas shumë kohë që kishte hum. Jam rivën në kontakt me të dhe është shumë pozitive kjo që se nuk shtyhet fushata pa Lulin. Po Luli për shembull i ka rrit, nuk e di se i kanë shku pagat e pensionet që i ka rrit, po zi dhe tashti pash që kështë dalë që thënë do ju hap vizat amerikane, do ju heq vizat amerikane, Luli. Do më dhe mund t'i heqi Luli vizat amerikane se s'ka gjëndor.
Dhe kjo është si puna e dikujt që hedh llodarin, dali ku dali. Këta thonë, kush da haj, e të vi, pastaj kismet. Se për fat keq ka ndodhur dhe që ju ka rënë dorë. Edhe keni parë pastaj se çka kanë bërë. Shitsa qylyma është gjithë, qylyma fluturus. Hajde merr qylymin tim, hajde merr. Rame ke folë për qartë, si i kishë thonë shqiptarve, kur fle shumë, s'lëviz as fia flokut. Ku mërë vesh ti më Ram, ti as flok nuk ke, as gjumi nuk dze. Nga Beraku shokve ke 313. Mos folë për gjona që s'merë vesh. Ku mërë vesh ti si i qenë vizat? Se kom fjallën për ato vizat të tavolin. E kam fjallën për vizat e Bashkimit Europian. E ma men që e u the shqiptarve para 15 vjetësh. Pse lul basha dhe ju heqi ju vizat me Bashkimin Europian? Ja pra që ja hoqem, ashtu se ja hoqem me Bashkimin Europian, ashtu do ja heqim edhe vizat me Amerikën shqiptarve, Rame. E diti, e ke marrë vesh. Po i pytjes mu përgjigje. Qatë ka fut frikën që hike nga lista hapur me Rame? O Rame, pra kishë pytë për mu. Në listë hapur jam Oram, me koalicionin Euroatlantik në Tiranë. Po pra për gjumë është ti më burë. Po si më pyta unë për ty kur ti më qove video. Vetë ma qove, o Rame ku je, i madhje. Ti në listë hapur, i fortje, bravo, po i shalë po ta beson njeri këtë atë halga mund se për mu okej. Po sa deputet do në tjerë në Tiranë? Apo të gjithë? Ma thuj pak të, se me zi po pres. Po ti më Ram ku je? Në disa pika, kemi në lista tona kandidatë dhe listë mbyllur që vinë direkt nga ana tjetër, dekanën e fakultetit. Veç Moskaj, Rame. Me këmishe, për që këmishe? Vishnade, apo këmish burgu? Ku i ke shokët, Rame? Qa këmishe ka veç Lalieri? Olir Beqa? Dhe të mbeni ka shpëtu për momentin, Hajde, Rame. Mish via shokve, 77-313. Skandal. O, pern! Qishte kjo? Qatë timonieri që je. Edhe nuk janë të gjitha. Je i papam. Edhe nuk janë të Qani gjitha. je i papam. Imagino si të ishte Shqipëria me ty kryeministër. Ua! Do bësh mua tani kryeminist. Skandal per. I papare. Edhe i bëre dua ashtu se është ajo DJ. Pëlqen ajo DJ. Zonja zotërin, për gjithë që mbrini tani dhe që thatë më vete ore qa po ndodh, është Lul Basha në studio dhe ne dham gjithë kronologjin e këtyre ngjarjeve me video të shkurtra, në fakt, më të shkurtë e kishte Luli për si vërtetës, Ramsa i kishte... I duhet të qikë për shumë ko. I kishte tiradat të lodhshme shumë, vla. Jenë me moshën e punë. Ndërkohë duhet ishte shumë i shkurtë, po ishte gabim teknik, fakt, se duhet ishim shkurtuar ne, po hajtë thamë, po i lëma ashtu bruto si që jam. Unë i ka tiri rgjeti dhe 77-313 i ke brillante, vla. Komplimente, nuk e di, ka qenë idea jote, ka qenë fantazia jote komplet? Është realiteti, më. Është Unikatili, kënga Unikatilit, që unë nuk e di tekstin tani, që se mund të ma thua është i tekstin, do ishte perl. Më mirë ta thot Unikatili, se unë. Unikatili nuk kemi ndërmën të aftojmë tani Unikatili. Se po të ta them unë është plot me pi... Pse ka shumë, po mi bëj me pi, pa të s'ka gjë, që se e di tekstin, ose më tuaj refrenin. Jo, por sa i punë në vetëm punën time, se merr dot njeri Unikatilit. Unikatili është baba dhe nona e repit shqiptar, ç'a thotë? Dhe 77-313 ishte çka ka ndodhur, që është ky lul që na shfaqet pa pritur, komplet një lul i ri, një lul tjetër se kishim njohur ndonjëherë, a do ketë kjo impakt në zgjedhje 11 majit, kjo fushat që ka nisur Lul Basha të bëj tani, vetëm një muaj e pak para zgjedhjeve duhet thënë apo jo? Mentor Beqa po të lë ty të parit ti bësh pyetje Lul Bashës dhe ti thuash ndjesin tënde për këtë që ne pam dhe çfarë parashikon ti? Cili do jetë vendi i Lul Bashës në këto zgjedhje vëlla, dhe në politikë më mbrapa?
Jo, unë duhet bëj vetëm një pyetje të shkurtër për këtë që ka ndodhur, se pam gati 20 minuta gallat TikTok-u pa TikTok, në fakt, me njëri tjetrin, po një qytetar i dizinteresuar, i pa interesuar, që do dalte do votojnë zgjedhje. Kur ju sheh ju dyve duke bërë këtë, pse duhet ju votoj ose ju, ose Rama? Para punës, unë kam më shumë se një vit që kam publikuar programin tim, programin e Demokratëve Euroatlantik. Dhe me këtë kemi vendosur një rekord, jo vetëm në historinë pluraliste të Shqipërisë, por në historinë pluraliste të Ballkanit. Përfshirë edhe vendet që janë anëtarë të Bashkimit Evropian tani, Kroaci, Bullgari, Rumani, sipas studimit të institucioneve që shërbejnë pranë CDU-s gjermane. Kjo është hera parë që një parti e djathtë publikon një program kaq herët për t'ia nënshtruar gjykimit qytetarëve, dhe së dyti një program esencialisht djathtë që ka si shtyllë vet familjen, si përmarrjen shqiptare dhe rinin, duke pasur parasysh dhe problemet që kemi me emigracionin. Ky program është i publikuar, tashmë është i sintetizuar, edhe në formë digjitale, edhe në formë printuar, dhe kandidatët tanë do ja dorëzojnë çdo përfaqësuesi të grupeve të interesit apo qytetarëve në fushat. Pra si gjithmonë, po në veçanti kësaj radhe, unë vi në fushat me një program thelbësor, përmbajtësor. Nga ana tjetër, siç kemi folur me Çanin, Rama ka gjithë të fushata që e shmang debatin mbi thelbin. E shmang sepse jo vetëm nuk ka çfarë thot, po mundohet të shmang përgjegjësinë. Thelbi i strategjisë së Ramës është mos t'jap llogari, mos mbaj përgjegjësi. Sepse në qoftë se do të përpiqej të jepte llogari, të mbante përgjegjësi, gjëja e parë dhe kryesore që do ta fundoste është korrupsioni. Korrupsioni i qeverisë ti, i qeverisë drejtuar nga ai, aferat e tij korruptive janë diçka që nuk ka bojë në botë për të shkruar që t'i shpjegoj. Nuk ka kohë televizive që t'i shpjegoj, nuk i shpjegon dot. Sa më shumë do të përpiqet t'i shpjegonte, aq më shumë do të zhytet. Edhe pyetja thjesht është, Ram ku të kanë me të shokët? Ti shokët i ke në burg, tha. I ke në burg. Sot disa prej tyre mund të ndjekin nga ekrani. Ti përshëndesim Lalierin, Çyrben janë bashkë në Durrës, se di ku është Ilir Beqa, Gjyqdako më duket është në rreth shtëpie, Sajen se e kemi harru, se di se Ka dalë Saja, ka dalë. Po, është edhe një proces të tjera. Benin, është në Zvicër. Beni më thanë, ka marrë kuzhinier privat, se nuk i pëlqeu ushqimi, ose ka frikë mos e helmojnë. Cili Ben më burr? Ben Ahmeta më burr. Po është në Zvicër. Po është kërkim ndërkombëtar, është kërkim arrest. Po pse ku do helmon? Ai nuk është në burg. Shumë kanë thënë, shumë kanë thënë. Se ka frikë mos e, ka frikë mos e heqin qafë. Ka harrum Terin, bashkë me Alqin, pastaj këta tjerët të dekriminalizimit, janë kaq shumë. Edhe pyetja shtrohet, o gjithë ta të korruptuar. Edi Rama është më buf se bufi? Pra është totalisht i paaft? Që gjithë ta shokët e tij të ngushtë kanë hëngur pas shpine? Apo ky është kreu i korrupsionit? Dhe ky është thelbi i debatit. Po si u përgjigje pyetjes që bëri mentori. Njerëzit e dizinteresuar, tha. Si ta kuptojnë këtë gjë? Varet se me kë flasim. Nëse flasim me ata që janë shqetësuar për nivelin e ulët pagave, po e themi që do parë ju avjedhin këta. Një pjesë janë ke 313, pjesa tjetër duan t'ju kërkojnë prapë, t'ju marrin prapë. Problemi është që gjithë vëmendjen e ka marrë kjo lloj replike në distancë që ju bëni me njëri tjetrin. Që është interesante, duhet thënë, ëh? Është interesante, por e bën qesharake gjithë debatin publik dhe thelbi mungon. Nuk ka thelb e cili të interesohet një qytetar. Pjesa ime nuk mungon thelb. Pjesa ime është fare qartë. Edi Rama është kreu i një organizate të strukturuar korruptive që ka vite që vjetë shqiptarët. Kjo mund duket si deklaratë opozitare, por sot është një fakt gjyqësor. Sot gjykatët e Shqipërisë konfirmojnë me praninë e gjysmës kabinetit të Ramës në burg që kjo është qeveria më e korruptuar në historinë e Shqipërisë që nga 1912. Pra në këtë aspekt, pa diskutim, me që ka dashurit madhe për Ismail Qemalin, ka arrit një rekord që nga koha kur Ismail Bej Vlora shpalli Shqipërinë të pavarur, e deri më sot, Edi Rama ka rekordin e numrit më të madh ministrave, deputetëve të bashkëpunëtorëve të tij në burg, sepse është qeveria më e korruptuar, është kryeministri më i korruptuar. Gjinish, pastaj do të themi prapë Beqa, se e diu që Beqa do ketë ndërhyrje tjetër më vonë gjatë bisedës, do i vini ide po. Lidhur me këtë retorikën, për herë të parë po them që zoti Basha triumfoi në shkuptim debatin me Ramën. Rama është njëri i batutave, por duket se është tharë nga batutat këtë herë. Dy përgjigjet e zotit Basha, sidomos
313 ishte fatale. 77-313, ajo është gjetje është. Megjithatë, unë do merremi se ne Po i duhet përsëritur çdo ditë, po nuk përsërit nuk ka vlerë. Dhe ato që tha zoti Basha tani, ne I themi çdo natë nëpër studio, to janë të vërtetat pa kontestueshme. Po ne zotin Basha shohim si lider politik. Dhe ju jeni ngar për të hedhur poshtë të sektin e rilindjes. Çështja është që ju vini këtë garë me 5 zgjedhje të humbura. 2 zgjedhje parlamentare dhe 3 lokale. A mos vallë po e ktheni koalicionin Euroatlantik në një kiosk tabako për të bërë humor nëpër media? Pyetën pyetje. Përgjigje Bashës. Përkundazi, Çfarë plani keni? Kiosk opozitën duan ta mbajnë ata që kanë bërë pazarët së bashku, që njëri të mbajë monopolin e qeverisë, tjetri të mbajë monopolin e opozitës. Ne në fakt jemi e vetmja alternative vërtet. Thash pak më përpara programi, sot po të them ekipin. 55 kandidat për deputet shpallur që më 10 shkurt që ti nënshtrohen Po 5 palë zgjedhje të humbura. Nuk janë tuaja. Jo, më janë ashtu. Si janë? Në qoftë se shikon si ping-pong politikën, hajde flasim si tifos ping-pongu. Fakti është që në qoftë se merr Edi Ramën, Sali Berishën, atë tjetrin që është këtë 313, kanë jo 5, po kanë 15 palë zgjedhje të humbura. Po nuk maten gjërat sigur si topa ping-pongu, sa zgjedhje të humbura. Maten se çfarë ofron ti për vendin këto zgjedhje. Dhe unë këto zgjedhje bashkë me ekipin tim jemi të vetmit që ofrojmë një politik me fytyrë njerëzore, një listë civile, qytetare, që ndërthur të gjithë grupet e interesit dhe vlerat e shoqërisë shqiptare në veçanti djathtës së vërtet konservatore shqiptare, me vëmendje të veçantë për familjen, për pronën, për të përndjekurit, për sipërmarrjen, për fermerin. Dhe mbi gjitha ofroj atë që I ka munguar Shqipërisë që për ndryshimeve fatkeqe 2008-ës. Listën e hapur që do të thotë që jeni ju që do të vendosni se kush do shkojë në parlament. Duke votuar te kolona 4, jemi ne, koalicioni Euroatlantik, ju zgjidhni se kujt do t'ja jepni votën. Lista mbyllur nuk ekziston. Ata që janë të listën mbyllur për kanë depozituar dorëheqjet notarizuara. Kur? Ditën e sotme. Po se lejohet? Po sigurisht që lejohet, se lejohet, pa diskutim. Kudo ku ka një truk ligjor për të pamundsuar, ka dhe një mundësi ligjore për t'i bërë bypass. Kanë dhënë që sot dorëheqjen. Kanë dhënë dorëheqjen të notarizuar, pra kur shkoni tek fleta votimit, janë gjithë në listë hapur. Kur shkoni tek fleta votimit, vetëm kolona 4 e ka listën hapur. Këta tjerët e kanë të mbyllur. Jo, pra, jo. E kanë të mbyllur. Kur ta thrasësh tu fol për të. Po flasim për Ramën, për Berishën. Këta tjerët. Dakor. Mendova se mos. Pasha, nëse edhe këtë herë humbisni përpara Ramës. Çfarë do bëhet me kioskën tabako? E para punës, unë as fitoj, as humbas. Unë marr përsipër përgjegjësi e cila më ngarkohet apo jo. Humbasin apo fitojnë janë qytetarët e Shqipërisë. Qartë. Për mua detyra është t'i paraqes alternativën. T'ju them ky është programi, është realist apo jo? A I njohin me problemet tuaja apo jo? A ju kemi dhënë zgjidhje ashtu siç duhet apo jo? Pastaj është detyra juaj. Doni të votoni për një ndryshim të vërtetë dhe jo riciklim, keni programin e koalicionit Euroatlantik, numri 4. Keni listën tonë në çdo qytet. Një sekond. Është shumë fat. Me shumë fat të ta them për 1 minutë, po pastaj kalojmë tek fat. Në qoftë se Në qoftë se nuk doni. Po ajo I ka rënë me shortës, nuk është se zgjodhi vet. Thjesht përsërit vitin. 4 në fakt, me që jemi edhe në muajin e Ramazanit, është me shumë domethënie për të gjithë. Çfarë është 4 Luli? 4 është edhe një domethënie veçantë për 4 drejtimet e horizontit. 4 janë, fondamenti, veri. Luli ka marruar me Ramazanin lindje me 5 atje, nuk është. Jo, nuk ka lidhje, po them diçka tjetër. Në shkollë sot me 4 është not kaluese, ëh? Jo, varet çfarë, ka dhe sistem me tjetër vlerësim. Nota është. Unë di që në disa shkolla këtu që bëhen anglisht, 4 është not kaluese. Është me pikë. Në sistemin shqiptar, ç'si ka, mos ngjetemi. Ne bëjmë sistemin shqiptar çani. Mos ngjetemi te ky detaj. Profesori thotë të ngel me 4. Jo, po mos ngjetemi te ky detaj, kjo është batutë e bukur, po është gjë që nuk varet nga Basha as nga njeri. Batutë është e bukur. Islam ka 4 engjëj kryesor. Janë Mikaili, Xhibrili, Israfili dhe Maliku. Nëse do marrë në krishtrim janë 4 ungjit. Mateo, Marko, Luka, Joni. Pra, në horizont
Dhe në orientim janë 4 drejtime, lindje, perëndim, veri jug. 4 koalicioni Euroatlantik. Tani themi për tek unë mbyll kjo para. Edhe në Shqipëri, edhe në Shqipëri, 4 liderat që bëjnë politikën shqiptare janë Rama, Berisha, Ilir Meta dhe Lulzim Basha. Në fakt, janë 3 dinosaur dhe Lulzim Basha, i cili nuk e keni provuar në se keni provuar në kryeminist. Nuk është provuar akoma. Për pak u bë, për pak u bë. Flasim si kreu i partisë. Po jo, le kreu partisë. Mos më keni provu. Por aq sa më keni ngarku, detyrat ju a kanë bë. Kryeministës më keni provu. A, doni të vazhdoni të hani çorbën e tyre. Hajeni. Thojni fëmijëve tuaj, ju bëft mirë Edi Rama. Para se të kaloj fjalën, në fakt, ose ju bëft mirë Sali Berisha, ose ju bëft mirë Ilir Meta. Nuk doni, keni alternativën, koalicioni Euroatlantik është alternativ. Pse është alternativ? Gjithë ata që janë ke lista mbyllur janë aty për të mbrojtur kryetarët e tyre. Jo, me listën e bërë gjetë. Mbrojnë interesat e tyre. Mbrojnë interesat e kryetarëve. Kurse këta që janë listë hapur, që do t'i zgjidhni ju, do mbrojnë interesat tuaja, se me ju do ta lidhin fatin. Me listën e në rregull po them. Me ju do ta lidhin fatin, do kërkoj votën të ty. Me ty do ta lidhin fatin. Ty do të shërbej. Ky pra është ndryshimi kryesor në listën. Luli, bëjmë një pauzë të vogël se të bëj një xhiron dhe rikthehemi. Mbështetuni pak Sebastian Gjinish, mbështetuni pak, lutem që mos dilni para në ekran. Bëjmë një pauzë vogël dhe rikthehemi prapë me Lul Bashkën. Ora është 22:31 minuta, jemi live. Mos harroni që ky emision po ndiqet në këto momente si çdo të martë mërkurë të premte dhe në live stream në YouTube te Zonë Lir Official, që le të tregojmë pas here. Gjithsesi jemi tutë Fori Tuto. Ç'është Fori Tuto? Është italisht. Më thënë, dyqani i kanë zgjedhur të gjitha në shitje me çmim të paparë. Ju ftoj të gjithëve në Dorelan miq, është një supermarket italiane me 55 vjet eksperiencë, me mbi 2000 dyqane në gjithë botën, më fal, tashmë prej kohësh në Shqipëri. Të gjithë ju që vuani shumë gjumin dhe që keni dhimbje mesi, qafe, ku diun kurrizi, gjithandej bëni zgjedhjen e dur. Jam shumë serioz, unë për vete e kam provuar dhe prandaj o them, shkoni me në dyshekun Dorelan, vetëm italianët dinë të bëjnë perla. Po, janë mjeshtra të mëdhenj. Me dyshekun Dorelan ju shpëtoni njëre mirë nga dhimbjet e trupit që ju shkakton një dyshek i keq. Kujdes. Sigurisht Dorelani mund të blejë dhe krevate, organe, çarçafe, si që gjithçka i ka bëjë me rehatin dhe me jetën e përditshme të natës dhe ditës, nëse flimit e ditën. Por dyshekjet janë brillante. Tani është momenti i Fori Tuti, është një fushat e paparë që bën Dorelani, mos u humbisni. E gjeni me sigurisht janë të gjitha materiale natyrale. E gjeni ose përballë Deli Orgjit, kur zbrisni rrugën e Kavajës, bam në krah djatë lexon Dorelan, ose në kilometrin e 12 në autostradën Tiranë-Durrës te qendra Prestige Home. Falenderoj Dorelanin, këtë partner shumë serioz që më shoqëron në këtë emision tashmë prej kohësh. Ky është momenti që ne të bëjmë një pauzë të vogël dhe të rikthehemi sërish me Lul Bashën, kryetarin e partisë, shkurtimisht është KEA, Koalicioni Euroatlantik, numri 4. Ndërkohë, sonte jam me 3 miqtë e mi, Sebastian Zonjën, Ermir Gjinishin dhe Metro Beqan, 3 politologë serioz, të cilët ndjekin aktualitetin çdo ditë dhe janë këtu sot për të bërë diferencën me gjithçka që u shikoni gjatë javës, gjithë javën dhe në fund të saj. Kthehemi pas pak, le të lutem, le të vinë ato.